Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë zapton një pjesë të konsiderueshme të territorit në zonën e ish frigoriferit në lagjen Kushtrimi, duket se pa asnjë seriozitet institucional, OSHE e ka mbushur të gjithë territorin pranë godinës me shtylla të vjetra prej betoni, të cilat janë hequr nga zona të ndryshme të qytetit, por ato kanë zënë një territor të konsiderueshëm të kësaj lagjeje, në një kohë kur nuk duhet të ishin fare në këto ambiente, pasi kanë zaptuar një pronë publike të banorëve të kësaj lagjeje, sikundër po ndiqni dhe pamjet në ekran. Por nga këto shtylla, ka nisur që të zaptohet dhe një tjetër vend pranë pallatit të ri, që është në ndërtim. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë, me këto shtylla ndriçimi, të cilat janë jashtë funksionit, ka zaptuar territorin e një bloku banimi, në kundërshtim edhe me ligjin, një territor komplet i bllokuar, i cili nuk i përket atij institucioni, duke e kthyer në pengesë për lëvizjen e banorëve të zonës. Banorët kërkojnë një zgjidhje për këtë situatë, ndërsa mësohet se i kanë kërkuar edhe vetë OSHE, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas.